Irani, si pas Hashim Thaqit në 2018 në është fjalla, kjo Republikë Islamike ka lidhje me vetëvendosjen edhe personalisht me Albin Kurtin. Që njëri? Kushin ata individ nga Irani që ja financojnë partinë dhe ato vetë personalisht, dhe që është agenda të tyre. Lideri vetëvendosjes duhet përgjigjet edhe për lidhjet e tij me njerëzit e Putinit që janë instaluar në Ballkanin Perëndimor. Qërëtash, financimi ose lidhje direkte të vetëvendosjes me Iran nuk janë dëshmu kur në kohën kur Amerika edhe Izrael janë ka bombardojnë Iranin, Irani është ka bombardon caqe të caktuara në lindjen e mesme, ka pas talent që Iranit ja kanë propozu bombardimin e bondstilit për shembull. Të berë me vesh diçka, Irani bondstile nuk mund të asulmoj. Në Shqipëri ka organizu sulme me haker, në Kosovë është përgjes për një sulm tjetër, cilin sulm, qëtu ju preqa. Sulm në gjepin e se cilit Kosovar me që jemi ka detyrumi që naftën edhe derivatet e soj t'i blejmë me të shtrajt, edhe këto shmime jënë ka shtrajtojnë në për masa alarmante, edhe jënë ka ndryshojnë brenda orësh që shpo ju teket trektorve të naftës. Arsyetimi tyre, lufta në Iran, blokimi ngushtisës Hormuzit, nga kalon 1/5 e naftës për krejt dynjan, kanë diku që nafta mu shtrejtuat në Kosovë. Gjendja faktike, as Kosova dhe gati as një vend prej nga Kosova importon naftë, nuk e ble naftën nga Irani. Ajo naftë që kalon nga ngushtica e Hormuzit, ma shumë se gjysma shkon për Kinë, ma shumë se 2/3 shkojnë për tregun aziatik, edhe atje është ndikimi maj madh. Mirë po, faktet për naftëtarët e Kosovës janë të parancishme. Teket e tyne e ndikojnë çmimin edhe s'ka kush çka ju bën pos me ble naftën me të shtrajt. Tash këtu janë dy opsione. I pari është që na kretë mu bo ekspertat geopolitikës edhe me kallëzu qysh është e pritshme që nafta shtrejtohet edhe derivatet e saj edhe çka ndodh me krizën në Iran. I dyti është me kallëzu çka bën shteti në këto raste. Tash me që ekspertët geopolitikës në Kosovë ka shumë ma shumë se sa ekspert handbollit që po merremi me qëtë pjesën e dytë. Çka mundet me bo shteti? Qyre, vetëvendosja mundet mos me pas shumë lidhje me Iran, po def nuk ka lidhje edhe qysh me reagujnë s'to situata. Për shembull, kryeministri Kurti ka premtu që një prej 5 vendimeve ti të para, si kryeministër, ka qenë me procedu një ligj të ri për çmime tavan edhe ka rajt. Hynim ve faqet qeverisë, e shihni që ka vendime sa dush, nër 5 parat nuk është ky për ligjin tavan, s'figuron aty hiç për ma tepër. Ligji për çmime tavan nuk figuron as në planin e projekt ligjeve të qeverisë, hiç askund. Lere që nuk e ka ndër 5 vendimet e para, se ka hiç në plan. Me fjalë tjera, me çmime tavan nuk ka me pas gjas me ja prish tregtarëve të naftës. Tash, dorën zemër tregtarëve të naftës nuk ka prish as një qeveri, nuk ka prish as Kurti, veç të dim ku jemi. Kuptohet? Vetëvendosja thotë që e kemi pas një ligj për çmime tavan, mirë po opozita e ka dërguar në gjykatë kushtetuese, edhe e kanë rrëzuar ata, tash durojnë çmimin me shtrajt edhe duke kanë krejt keq. Ligj për çmime tavan ka pas, mirë po çka këta harrojnë me kallëzu, është ligji është shkru keq. Çka po ashtu harrojnë me kallëzu, është në esencë ama bash hiç bre nuk ka nevojë për ligj për çmime tavan sepse ka mekanizma ekzistues, ka ligje ekzistuese që parandalojnë spekulimet me çmime, edhe politika në esencë veç nuk është ka dën me ja prish biznisit. Këshire, Kosova ka autoritet konkurencës, që ndër të tjera ka mandat, që në mënyrë ligjore me luftu kartelet, në rast që konstatohet që ka kartel që ka spekulet me çmime. Po ashtu, ka organizma tjerë që ishdosh me luftu nëse ka qëllim me oligopolin, ose mënyra tjera, jo të rregullta ose jo ligjore, për me i manipulu çmimet. Kosova po ashtu ka inspektorat tregut, që po ashtu mund të merr masa në rast të abuzimit me çmime. Ka zyre për të drejtat konsumatorit, që po ashtu kallëzon që nuk ka nevojë për ligj për çmime tavan, ka nevojë për vullnet politik edhe integritet njerëzor. Mirë po, industria e naftës, njëjtë si industria e farmacisë, mjekësisë, ndërtimit e duhanit në Kosovë ka njëherë breveç kalon, nuk damtohet nga asnjë parti, nga asnjë qeveri, leni këto fore. Naftën, prej sot e keni ma të shtrajt, tash kjo komunizme shtrajtu gjithçka tjetër zinxhir, kurse muajin e ardhshëm kemi me dita shtrajtohet edhe rryma, edhe mandej e shohim qysh po rritet ekonomia e Kosovës. Mysafir